goes her own way, like they don't give a damn girl. And my God, she owns it. So many heartbreaks, goes back to 2014. Hello nga Malta. Kemi ardhur shumë herët, kemi ardhur në orën 8, kemi qenë të shtëpia, kështu që ja futëm gjumit se ishim zgjuar që në orën 3 të mëngjesit. Edhe tani jemi bërë gati bashkë me mamin me Denisin, edhe do dalim. Sot tham të ikim në Birgu, do me thënë të ikim tani, që është drek, edhe pasaj në darkë do dalim nga Valeta, kështu që jemi bërë gati edhe të ikim të shijojmë sërish Maltën. Koha është e mirë, ka dhe diell, ka dhe re, po që besoj se 90% është e mirë. O, djali, pse kaq serios ti? Po, përshëndetje. Fugon Denis. Kjo këtu është kisha e Kospikuas. Liri, si të duket lagja jonë e vjetër? Shumë më mirë. Shumë më mirë sa aty ku jemi, a? Fiksa, aty ku je njërë tani. Po, janë balkone shumë bukra. Jo, kështu janë gjithmonë. Po, ndoshta këto i kanë lyer, po. Se kanë pas festën këto ditë. Unë që sapo i thash mamit se nuk të afrojnë shumë atët. Shifej. Nuk morëm syzet, po koha është yll. Yll. Dielli super i ngrohtë. Unë do iq këtë gjaketën jeans që kam veshur se nuk e di domethënë super vap. Ullëm për të ngrënë diku këtu afër në Birgu dhe kemi marrë pasta me karkales, ndërsa mami ka marrë pasta me burrata. Me thënë drejtën, unë doja të merr asaj e mamit, po Denisi na prishi modin, kështu që të dy jemi sikur po na pëlqen më shumë ajo pasta e mamit. Realisht na pëlqyen, mos e shikoni këtë, po unë mendoj se kishin vendosur shumë, nuk kam më vend në stomak. Ndërsa Denisi dhe mami i thanë pjatat e tyre. Unë për vete kam lënë. Edhe sallata ishte shumë e mirë. Ne erdhëm në shtëpi, pushuam një 3-4 orë të mira, tani po dalim prapë, jemi bërë gati, jemi ndruar, edhe po ikim në Valeta. Këtë vit po që e kam për pemën e bukur, se vjet me ato balkonet ishte skandal. Tani u kujtova unë që nuk isha xhiruar dhe kemi ardhur sigurisht te embësia se ka pamjen më të bukur. E dini ju, për këtë pamje e kam fjalën. Dhe përsin disa gjëra të vogla për të ngrënë, e kështu do më thëmë po bëjmë muhabet po shijojmë. Nuk që ka ftohtë, sinqerisht nuk është ftohtë në Maltë në 10 orë. Është super. Edhe biletat kemi paguar vetëm 50 euro, kështu që merrni vetëm me mend se sa mirë, sa rahat është. Për të ngrënë morëm çfarë janë këto Denis? Beef sliders. Sigurisht kalamari, unë des për kalamari dhe tacos. Tani po ikim në shtëpi, hëngrëm, ngopëm, po Denis dhe të që do të shkojmë në shtëpi të pushojmë se realisht e kemi bërë gjumin super shumë të llakatur, edhe duhet të marrim energjitë sepse nesër do ikim në Mdina, do ikim në supermarket, edhe kemi punë domethënë, kështu që të shkojmë në shtëpi tani, bollet e pruam për sot, edhe të bëjmë gati për nesër. Po shofim edhe ndeshjen e këtej Inter Liverpool për Champions, po s'po marrim vesh çfarë po bëhet. Mirëmëngjesi nga dita tjetër. Unë bëra një dush, kam bërë flokët me çorape vetëm 2 orë, të mendoni vetëm 2 orë. Edhe shikoni pak çfarë forme kanë marrë. Është super zgjedhje, për aq kohë sa unë këtu nuk kam asgjë, nuk kam as mashën, as pjasin, asgjë. Kështu që super bravo metoda me çorape. Ne po bëhemi gati, do me thënë, po pres mami që të mbaroj, edhe do t'ikim në supermarket, sepse duhet të blejmë disa ushqime, se këtu nuk kishte shumë gjëra, edhe më pas do vim në shtëpi dhe të ikim në Mdina. Tani normalisht do kalojmë tek puna ime, s'diskutohet, kështu që duhet të shkoj sepse ju ka marrë edhe lëkume, duhet të çoj lëkume atyre për çev, do me thënë, jo se ka ndonjë gjë. Edhe Raki ka marrë security që ne kemi pasur që na kontrollonte furnizimet. Se i premtova herë në fundit që do t'i sjellë Raki edhe i solla një shishe me Raki.
Halirje, si të duket vendi ku kam punuar unë? Është plot me njerëz prej Krishtlindjeve. Shikoni pak avokadot këtu në Malta. 75 cent. Kështu që do marrim, sigurisht që do marrim. Mami si mendon, do marrim disa kërmilla ti ham? Sa erdhëm në shtëpi, edhe do t'i tregoj gjërat që kemi marrë. Nuk është se kemi marrë shumë gjëra, se nuk e di as, nuk na haj. Mami po thoshte nesër bëjmë fasule kemi këtu, kështu që kështu gjërash kemi marrë. Letra duarsh na kishin mbaruar, na duheshin patjetër. Unë nuk jetoj dot pa këto. Do me thënë, nuk gatuaj dot as edhe një gjë, por nuk pata këto, se 1-2 i laj duart dhe i fshi pastaj me pecet. Kemi marrë bukë. Ishin në ofertë, kështu që thash pse jo, plus që ta ndronin një herë se ngelën vetëm me kola. Këtu kemi patlıcan, speca, dardha edhe mandarina. Sot të pavi si e mërkur që është, kishte shumë gjëra në ofertë edhe ne morëm mangot 99 cent copa, pra 1.000 lek një, që është super e lirë. Kemi marrë avokado, 75 cent copa, do të thënë 750 lek, një, që në Shqipëri një, unë e marrë 2500 lek. 75 cent, mora 2. Barilla, linguini, sepse ndoshta bëjmë në një nga këto ditë makarona me fruta deti, sigurisht. Djath, feta, fileto pule, boronica, do të thëja blueberries, boronica. Dhe kam marrë, që inshallah nuk na i marri në avion, kam marrë ca ushqime për machokun. Janë 4 copë. 1, 2, 3, 4, janë të gjitha të ndryshme, edhe ishin me shije të ndryshme, kështu që thash pse jo, machoku i meriton që ti provoj edhe këto. Kështu që këto i kam marrë për machokun, edhe ishin 45 cent copa, 450 lek njëra, do me thënë. Këto, kemi marrë edhe një koli me ujë, dhe të gjitha këtu na shkuan 23 euro. Edhe mora një kupon, që do ta përdor Denisi në të ardhmen, kur qoj të pavi, 2 euro më pak paguan kur të shkoj herë tjetër për të bërë shopping. Dhe kaq, tani do të sistemojmë këto, do bëjmë gjellën për darkë, edhe do dalim në Ndina, kështu që po sistemojmë këto, edhe të bëjmë gati për të dalë. Mami pa i që buk. Edhe mami pa pak buk. Tani po ikim për në Ndina. Lirje, të friksoj ajo historia që të tregova? Jo, s'pak. Po sot tre me qëpara të Jemi futur tek një lagje. Edhe mami po thot, hajde ikim ndërkohë unë gjitha dritën perfekte për të bërë foto. Okej. Po mami thot, hajde ikim. Se shikoni pak, është shumë, po shumë i qetë, vërtet është shumë i qetë. Është fiks qyteti i heshtur, se ka mendosur kot. Mirë më ngjesi nga dita tjetër dhe sot do t'ikim në Marsashlok. Mati do vide Angelika, se ishte pushim sot dhe tham se jo. Është dhe Denisi pushim sot, mami është veshur me trendin e momentit, leopardi, dhe syzet janë leopard. Te i qiko kë mami, anashë? Nërsa unë kam veshur këto që Denisi më thot në gjanë si një gjyshe, po ma më pëlqen, kështu që e vesha gjithsesi. Tani, t'ju gënjej, kisha porositur në shenjën, okej? Po nuk kanë ardhur akoma. Edhe kam ngel me rrobat që kisha këtu, kisha porositur shumë gjëra të bukura. Tash nuk e dia do vinë sot a nesër a pas nesër kur t'iki, po hajde më, ç'të bëjmë? Do vinë një ditë, ndoshta jemi këtu, ndoshta si jemi këtu. Po presim taksin edhe të ikim me një herë në Marsashlok. E besoni që unë kisha këtu në mal 3 vite qëndrim dhe nuk kisha qenë as edhe njëherë në Marsashlok. Kështu që u bërë mbar mami që t'ikim në Marsashlok. Zonja dhe zotërinj, Denis Dega. Me rrobat që ja kam zgjedhur unë. Nga ku janë zemër? Nga Zara. Zara që ti s'do bleje kur. Zara Home që... Jo, Zara Clothing. Në ti se këpa mirë që të të qefi, i që do
Ja dhe mami që shikon këto. Bravo Lirie. Erdhëm neve këtu edhe Angelika, por i me mamin tim më shumë se sa me mua. Edhe Denisi kemi ardhur të tregu në fakt, po do gjejmë do një cep këtej për të bërë një foto të bukur nga anijet e vogla, nga anijet, nga varkat. Qa anijesh Albana, varka. Ne ullëm për të pirë një kafe, Denisi dhe mami kanë marrë Express, unë kam marrë cappuccino dhe Angelika ka marrë një çokoladë të ngrohtë, që këtu është si kakao, po pak më e trash. Dhe pamja jonë është kjo këtu. Dhe po vazhdojmë akoma Angelika vetëm me mamin tim. Me thënë drejtën, kemi bërë shumë ishë kemi ardhur se ishte shumë super. Ka pëlqyer shumë. So what do you think about Marsa Shlok, Angelika? Good. And what do you think about my mom? Very good. And what do you think about me? Okay. And what do you think about Dennis? Joke. What do you think about Dennis? The same with you. She only loves my mom. Okay, we understood that. We are very aware of that. It's okay. It's okay. Destinacioni i radhës për sot është The Chinese Garden. Nuk kemi qenë as edhe një herë. Po bëhen dhe foto, është sa interesante. Është shumë bukur, është hyrja falas, edhe do shkojmë te disa vende si janë ato apo s'është kjo? Kjo është apo kaq është kjo? Po më thua po. Nuk e di. Ku janë ato të kuqet kështu, që janë të bukura? Se di. Nejse, do shohim. Po më duket sikur mbaron këtu. Ndosha kemi ardhur te e gabuara. Më duket se kemi ardhur te e gabuara. Angelika, what do you think of the Asian? You like, right? You're Asian, so. Yeah. Më falni, nuk ishin të kuqe, por janë vishnje dhe që ka një mast. Mendoj se duhet më ardh këtu se është një diçka shumë ndryshe. Është nga vibe i Malmës. Po, komplet ndryshe. Dhe shikoni pak njerëz. Ullë mami fillim të thë Angelika, të shkoj edhe unë të bëj një foto aty me mamin tënd. Është shumë bukur, seriozisht është shumë bukur. Tan. Tani me Angelikën kemi bërë një video për në TikTok që jo mësojmë, po është një I think it's like this. është një trend që kërcen dhe bën ca lëvizje. Dhe bën ca lëvizje. Edhe bën ca lëvizje, edhe është duke kërcyer edhe cilat ishin what were the moves? We show them the 3 moves. We do it 1, 2, 3. Huh? 1, 2, 3. Okay. So. No, it's 1, 2, 3. You just say. Yeah. 1, 2, 3. And then 1, 2, 3. And then 1, 2, 3. Është shumë bukur këto, realisht ja super vlen se është s'ka shumë ndryshim. 30 vjeç by the way. Pas ka dhe tavolina porcelani, dhe janë 100% porcelan. E dëgjoni? Shumë e bukur. 10 out of 10. Dhe kjo është nga brenda, po është e mbyllur, nuk e di se çfarë është kjo. Ndoshta e bëjnë vetëm për festat e Kinës, me gjithë kinezët që ka këtu në Maltë. I'm pulling up, don't be late. I'm cutting through all the lanes. Sweet talk, you need to say less to me. No need for no flowers, babe. I'm already on my way. Why you blushing? Yeah, sweet concussion. Oh, you miss my touching. You do. Bye, take care. Edhe erdhëm në shtëpi, ma kush pëlqeu më shumë, Marsa Shloku apo kjo? Që ishim sot. Tani, bëm. Kopshti kinez. Po, ja, tani. Kopshti kinez, ishte shumë bukur për sotin, sigurisht ne jemi habit. Drejka për sot. Besoj e dini se këtë do dalë të takoj tani në darkë.
sigurisht ish kolegët e mi të punës. Show me something, give me more than one thing. I need more than less than I do. Say you're a good guy, make me believe it. Don't wanna hear it. Sara did the wall of the cosmetics. Po dalim sërish Denis, se do të takojnë data atje di. Po dalim dhe do shkojmë të luajmë bowling e dini. Sfidën tonë të re. Do luajmë dhe imposter. Imposter. Lirie? Dita fundit. Po ikim në Valeta. Rewind, it feels so nice. I can't help that the sweet talk. A Lirie të pëlqen kjo pamja këtu? Kjo ka shumë kënaqësi. Aty ishim dje. Jo, par dje. Te kjo këtu. Që bëm ato fotot si Romi, edhe drejkën darkën çfarë hëngëm ne hëngëm këtej. Three Cities quhet ky vendi këtu. 3 qytetet. Me që si që ta hapur Lucy Makeup Store, thash të marrë këtë Diamond Haze, është dupi i Fentit, kështu që thash ta marrë edhe ta provoj. Po, ecnim për të marrë anijen që do na çojë në Sliema, edhe hym tek Bazilika, ne nuk kishim hyrë ndonjëherë, që nga shumë e bukur. Pas ka arkitekturë të lezetshme. Po presim Ferin. Kush është ky që na ushtua në grup? Kush është ky? Jo, po ka bëndin. Edhe ty. No need for no flowers, babe. I'm already on my way. We've been dancing all night long. Mirë mëngjesi nga Tirana. Kemi ardhur dje nga Malta, unë kam vajtur direkt në punë. Do me thënë, erdha në shtëpi njerë, fjeta një ca orë të mira gjumi, pastaj shkova në punë edhe shumë ftohtë. Mirë mëngjes nga gjeli, shumë ftohtë. Nuk e di, do me thënë, dielli është, por është ftohtë. Atje në Maltë, po ditni me patë edhe vetë me një bluze, oho, për kokër qefit. Këtu, jo, nuk ka. Kjo gjë nuk ekziston këtu në Tiranë. Është ftohtë edhe unë kuptova që nuk kisha bërë mbylljen e këtij vlogu. Dhe thash t'ju them mirupafshim, shumë faleminderit që më ndoqët, shpresoj të ketë pëlqyer ky vlog dhe do të shihemi sigurisht në vlogun e radhës. Mos harroni ta suportoni me një subscribe, follow në Instagram Albana Bisposhainas dhe do të shihemi në videon tjetër. Puthje!